Fakt ashtu siç e thatë dhe ju, është një bojkot në fakt I cili është lajmëruar ditën e djeshme nga dhoma e avokatisë, një bojkot I cili do të zgjat për 5 ditë, pra duke nisur nga data 20 kësaj të hënë, bojkoti do të zgjas deri me datën 25 tetor, ku do të përjashtohen pra avokatët nuk do të marrin pjesë, pra le të themi, në të gjitha seancat gjyqësore të parashikuara, me përjashtim do të jenë vetëm seancat e masave të sigurisë, për shkak sepse u digjet afati dhe janë të detyrueshëm për që të marrin pjesë në dhomat penale të vendit për masat e sigurisë ose ndryshime masas që pritën të ketë gjatë këtyre ditëve. Por nga ana tjetër, avokatët do të mungojnë në të gjitha seancat gjyqësore, të cilat pra vinë pas bojkotit, pas arrestimit të kolegut të tyre Ulian Bajrami, I cili u arrestua 3 ditë më parë në qytetin e Elbasanit, për shkak se ky I fundit pa kërcënoi në sallën e gjyqit prokurorin e Elbasanit, ku patën një debat të ashpër, po, zotin Ceka, ku patën debate të ashpra në seancën gjyqësore. Kujtojmë në fakt se ka qenë një operacion I bujshëm në qytetin e Elbasanit para pak ditësh, ku arrestuan 14 persona, njëri prej tyre ishte klient I avokatit Bajramit, të cilët u kapen me armë, të paktën disa persona, 3 për 14 personave ishin të armatosur në një restorant në afërsi të Berdasheshit, rreth rrotullimit të Berdasheshit. Pikërisht kanë qenë debatet brenda seancës gjyqësore, ku avokati Bajrami ka akuzuar prokurorin Ceka se ky I fundit pra ka manipuluar provat